Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 në hapësirën e Marcel Rupit, Energjisë së mëngjesit. Marcel, përshëndetje, javë të mbarë, si e ke nisur këtë javë? Mirëmëngjesi, javë të mbarë të gjithëve. Sot fakt është nisur ndryshe java, ndryshe nga javët e tjera, sepse nëse herët e tjera nuk kemi bërë asnjëherë lidhje ditë të dielës, zëra se sot është e dielës, është ditë pushimi, megjithëse është e hënë. Është pushim për pjesën më të madhe të njerëzve, prandaj kur erdhëm këtu në shesh tam ç'ne, kështu boshi gjithë sheshi. Unë e di që ndonjëherë para kamerës njerëz largohen, po jo që mos vim fare. Domethënë, po nuk kishim lidhje ne me këtë histori, por faktikisht sot është pushim dhe ju urojmë gjithëve gëzuar sepse është një fest. Dhe patjetër që ne do të vijojmë për të marrë ata të cilët nuk e kanë bërë pushim, që janë si puna jon, ja, nuk u bëm mësues ne për shembull, Marcel, zgjodhem gazetarinë. Hajde, kishim bërë mësues. Pikërisht, edhe këtë javë pastaj është dhe 28-29 nëntori pushime, nami. Tani fillojnë vut pushimet. Le se i bjen ndrosh profesion. Më mirë që ndrojmë këtu. Dhe ka menduar një temë për sa i përket nëse është më e rëndësishme të jesh i sjellshëm apo i drejtë. Pra, nëse ti di që një shoku jot, një miku yt, duhet t'i thuash një fjalë që ata mund ta lëndoj, po është e drejtë, është e saktë, pra i bën mirë. A do zgjedhësh që të jesh i drejtë, megjithse mund të ketë, po themi këto lloj pasojash, apo më mirë të jesh i sjellshëm? Po mirë, mund të jesh i drejtë edhe duke qenë i sjellshëm. Dëmtuar. Apo jo. Tani, ty të kanë futur më prishësh temën në si është puna, njeriu duhet jetë o kështu, ose kështu. Nuk mund t'jemi të dyja, Klem. Në rregull, mirë, ndjes. Marrim raste ekstreme të cilat e kemi këtë lloj gjëje. Do kemi pak më të vështirë sot, sepse siç thash, ka shumë pak njerëz të cilët kanë zgjedhur për të kaluar dhe për të zgjuar kaq herët më së shumti, por ne do të përpiqemi gjithsesi për të bërë intervista. Në fakt kam një zotëri, Majlas nuk e din se u largua se nuk do të prononcohet për kamerën apo kishte punët e veta, unë do ta provoj për ta pyetur një herë. Mirëmëngjesi. Më mirë t'jesh i drejtë apo i sjellshëm? Pra nëse je i drejtë, por e lëndon dikë, apo i sjellshëm më mirë dhe mos t'ia thuash gjitha? I drejtë apo i sjellshëm, mua më duket sigur gati janë të dyja njësoj. Si ti je i drejtë, do të thotë që të respektosh rregullat e shoqërisë, rregullat e grupit. Po edhe i sjellshëm duhet të jesh, patjetër. Po, normal, mbase në një farë mënyrë këto janë të lidhura edhe me njëra tjetrën, po ishe i sjellshëm, duhesh edhe i drejtë. Po ju jap një rast. E zëm një moment që një miku juaj ju e dini që mendon diçka që nëse ju i thonit kundër do ta lëndoni, po është e vërteta. A do ja thonit këtë të vërtetën, do ishit i drejtë, apo do t'i bëni qefin për hir të mirësjelljes, jo për hipokrizi? Shiko, për t'i bërë qefin, për t'i treguar një të pavërtet, nuk është një qef i madh për t'i treguar, për t'i thënë që po megjithatë unë them se duhet mendohesh për t'ia thënë të drejtën tjetrit, sepse nga njëre drejta edhe mund ta lëndoj, është ashtu siç po ti, po nuk e di tani, mirë është që ai është duke bërë një punë që ju e dini që nuk ecën në fund dhe ai do të lëndohet në fund. Vëzhgjet t'i thoni je në rrugë gabuar apo t'i thoni mirë, uroj të ecim mbar. Nëse ke një mik apo një shok apo një që ti e do, që ti e ke njeriu tënd apo e respekton, në qoftë se vërtet e do, edhe të vërtetën janë pak njerëz që ta thonë. Duhet thënë e vërteta, thonë ju. Po janë pak, në qoftë se vetëm se do vërtet një njeri dhe respekton vërtet, mund t'ia thuash së vërtetë, se janë shumë njerëz që edhe pse e dinë që tjetri mund të gabojë, mund ta ketë gabim një problem, apo prapë kanë çik të vështirë që t'ia thonë të vërtetën, po të vërtetën ta thotë ai që të do dhe ai që është me kurajo. Shumë faleminderit. Të lutem edhe ty, Carlos. Faleminderit. Shumë interesant, zotëria. Pyetje vështirë në fakt, sepse të dyja jo tingëllojnë, por janë sjellje të mira, asnjëra nuk ka një qëllim negativ, por duhet të zgjedhësh në situata të vështira dhe jo pa qëllim kemi zgjedhur në situatë të vështirë se çfarë do të bëje, pas në situata të thjeshta dihet që shqiptarët do të zgjidhnin anën e mirë, na karakterizon kjo gjë. Marcel, unë dua të konstatoj vetëm pak mbi intuitën tënde. Tani, si the, sot the s'ka njerëz është e vështirë. Gjithmonë kur ti thua diçka, nuk e di si ka mundësia, e thua për
për sy të keq, po del gjithmonë e kundërta. Nuk e di, domethënë ke një intuitë jashtëzakonshme. Edhe njerëzit duhet gjënë të kundërtën time. Mjafton të merrni kundërtën time dhe i binin kokë, domethënë jeni shumë saktë. Në rregull, po vazhdo. Ti do të përpiqem për të marrë një tjetër prononcim, është një zotëri që është duke ardhur nga unë, po nuk e di nëse do të ketë mundësinë dhe dëshirën për të folur. Mirëmëngjesi, më mirë i drejt apo i sjellshëm? Mirëmëngjesi, më mirë i drejt apo i sjellshëm? Që të dyja të mira janë. Po e di, po tani nëse do duhet për shembull një mik është duke bërë një punë dhe ju e dini që ajo punë nuk hecën. Më mirë ti tregosh të vërtetën që nuk hecën. Të vërtetën. Apo i sjellshëm i thua uroj të të heci. Jo, të vërtetën. Po do ta lëndosh. Po e lëndoj se lëndoj, do t'i vi mirë më mbrapa. Pra i drejt më mirë. E bukur kjo. Jemi 2-0 për njerëzit që zgjedhin të jenë të drejtë se sa të sjellshëm, sepse sjellja e tyre megjithse do të jetë pjesë, po themi, e mirësjelljes pa qëllim negativ, deri diku ngjan me një farë hipokrizie. Dhe prandaj ndoshta qytetarët e shohin me këtë sy dhe mendojnë të jenë më mirë të drejtë se sa të sjellshëm. Do të përpiqem për të marrë një tjetër prononcim, do të shohim megjithse sot që qenë ka sfidë shumë e madhe për marrë prononcime, sot me sa duket na ndodhi ta kishim edhe më të lehtë me dy qytetarët e parë. Do të kisha dëshirë të kisha edhe një zonjë për sa i përket mikrofonit tonë, nuk e di nëse do të ketë mundësinë dhe dëshirën për të na thënë diçka, do të përpiqemi për të marrë një prononcim. Mirëmëngjesi, më mirë e drejtë apo e sjellshme? Mundet një përgjigje? Të dyja bashkë. Po njëra duhet të jetë. Unë zbatoj të dyja. Zonja zbaton të dyja. Okej, akoma më mirë nëse do të kemi mundësinë për të pasur të dyja karakteristikat, megjithse në nxitime sipër nuk kisha mundësinë për t'ia sqaruar akoma më shumë, se mbasi ja sqarojmë e kuptojmë që në situatën ku ne kemi zgjedhur, mund zgjedhësh vetëm njërin nga të dyja. Do përpiqem për të marrë një tjetër prononcim. Edhe 2 minuta, 1 minutë kohë kemi, I sjellshëm Marcel. apo i drejtë? Të dyja. Po të dyja, njërin duhet zgjidhni. Okej, do të përpiqem për marrë atëherë të tjera prononcime, megjithse zotëria në rrugë sipër tha të dyja, prap. Qytetarët nuk duan të lënë asnjë nga të mira, duke i parë të dyja si gjëra pozitive, prandaj duan edhe të zgjedhin të dyja. Do të kemi mundësinë ndoshta për të marrë një prononcim, kam një zotëri mbrapa meje, nuk e di nëse do ta kem fatin përsëri, se sot më duket që kam me fat. Mirëmëngjes, më mirë i sjellshëm apo i drejtë? Vazhdo. Unë do vazhdoj se këtë punë kam, nuk kam se si mos të vazhdoj. E rëndësishme është që zotëria ma dha lehtha do të vazhdosh, edhe unë jam shumë i nderuar për të vazhduar. Mirë, Marcel, unë falenderoj shumë, ishte shumë në minutët e fundit, kënaqësi. në sekondat e fundit. Vetëm disa sekonda më thuaj edhe ti opinionin tënd. Mund të kemi edhe prononcimin e Jo, nuk kemi më kohë. Mund t'ia lija personit që nuk na ndahet në çdo moment. Jo, nuk kemi më kohë. Sinqerisht, më vjen keq. Me keqardhje them që më mirë t'jesh i drejtë se sa i sjellshëm. Në rregull, edhe kjo u kuptua në imponimin që i bëre njerëzve që i pyetje. Faleminderit shumë Marcel. Bashkë do të jemi sërish nesër, shumë kënaqësi dhe shumë energji e mirë kjo që solla në studio. Faleminderit dhe ju nderuar teleshikues për vëmendjen tuaj. Kjo është gjithçka e përgatitur për koha për të zgjuar për ditën e sotme. Do të jemi sërish bashkë nesër. Kaloni bukur.